Bismillah me emrin e Allahut. Nga vizioni në veprim, mision global i muslimanit. Një djalosh, Allahu e ruajt, më pyeti për një hadith. Andaj edhe në këtë mënyrë dëshiroj ta bëj shpjegimin e hadithit për cilën u pyeta, i dërguari Allahu thot: Allahu e ka mbledh për mua tokën, dhe unë pash lindjet dhe perëndimet e tokës, dhe ummeti im do të arrijë atë pjesë që më është mbledh mua. Ky hadith na jep një mesazh të thellë dhe shumë frymëzues. Le të ndalemi pak tek secila pjesë dhe çfarë mësojmë për jetën tonë na si besimtar. Mesazhet, porositë e hadithit. E para: Allahu e ka mbledhur për mua tokën. Inna Allaha zawa liya al-ardha, thot i dërguari Allahut. Fjala zawa nënkupton të shtrenguar, të mbledhur. Allahu krijues i tokës dhe i gjithçkaje, e bëri tokën të arritshme dhe të njohur për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe pa udhtu fizikisht në çdo cep. Imagjinoni këtë. Të keni mundësinë ta shihni gjithë botën me sy shpirtëror. Këtë mundësi e kishte i dërguari Allahut. Ky vizion na tregon se bota jon nuk është e kufizuar. Dhe as misioni ynë nuk duhet ketë kufi. Porosia mesazhi i parë ky. Mesazhi i dytë. I dërguari Allahut tha: dhe unë pash lindjet dhe perëndimet e saj, fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Ky është një privilegj i Allahut, pra hynor. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam pra mori një vizion të jashtëzakonshëm nga Allahu i lartësuar, ku mundi të shihte kufijtë e gjithë tokës. Çfarë do thot kjo për ne? Për ne kjo tregon se nuk duhet të kufizohemi nga frika ose kufit fizik. Jo. Kur Allahu e lejon zemrën tonë të shoh mundësit, çdo kufi zhduket. Çdo kufi është i parëndësishëm. Ky është një thirrje për të ëndrru dhe për të besu se misioni ynë shpirtëror mund të arrijë kudo. Elhamdulillah. Lavdi Allahut për këtë. Kjo ishte porosia e dytë. E treta: ummeti im, i dërguari Allahu thot, ummeti im do të arrijë atë pjesë që më është mbledhur mua. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Ummeti im do të arrijë atë pjesë që më është mbledhur mua. Kjo është pjesa më e fuqishme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam foli për ummetin e tij, për ne. Mesazhi më së i qartë. Muslimanët, ty po të drejtohem, vlla, motër, djalosh. Muslimanët nuk janë të kufizuar në një vend apo komunitet. Ne jemi thirrur ta përhapim të mirën, drejtësinë dhe udhëzimin e Allahut kudo bre. Nuk ka kufi gjeografik për dashurinë. Nuk ka kufi gjeografik për drejtësinë dhe për përhapjen e mesazhit të Allahut të lartësuar. Çdo vend që ne e vizitojmë me vepra të mira, çdo zemër që e prekim me mirësinë tonë, është pjesë e këtij misioni. Çfarë mund të marrim si mësim për veten tonë? Mesazhi i Islamit është global. Çdo njani prej nesh ka një pjesë për të dhënë.
Edhe njëherë, çdo njani prej nesh ka një pjesë për thonë, një ndikim për ta bërë, pavarësisht vendit se ku ndodhet. Ne kemi privilegjin të jemi pjesë e një misioni të madh profetik të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çdo veprim i mirë, çdo fjalë e bukur, çdo gest i ndihmës është një mënyrë për ta përhapur dritën për ta përhapur. Si besimtar, duhet kujtojmë se çdo veprim i vogël mund të ketë ndikim global. Përfundim. Ky hadith nuk është vetëm një tregim për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është një thirrje për ne, për mu, për ty. I nderuar, djalosh i respektuar, Allahu të ruajt. Ai na mëson të ndërrojmë gjëra, të veprojmë me zemër dhe të kuptojmë se çdo hap drejt së mirës nuk ka kufi. Çdo gjest i mirë që bëjmë sot mund të arrijë më larg nga sa mund ta imagjinojmë ne. Çdo njeri që prekim mund bëhet pjesë e dritës që po përhapim. Le të kujtojmë këtë vizion të Allahut hyjnor dhe të marrim vendimin sot, të jemi dritë për botën, unë dhe ti. Të marrim një vendim sot, të jemi dritë për botën, të përhapim mirësinë dhe drejtësinë në çdo cep ku mundemi. Shikimi i profetit sallallahu alaihi wasallam, pra një thirrje për përhapjen e dritës. Ummeti që arrin gjitha tokat mesazhi i hadithit, ndro, vepro, ndriço mësimet e hadithit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të gjithë ju.